Çmimet globale të naftës pësuan rënje të fortë këtë të mërkurë, duke zbritur në nivelet më të ulta të 2 javëve të fundit, pas raportimeve se SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshjeje fillestare për paqe. Nafta Brent ra me mbi 9% gjatë tregtimit në Evropë, duke zbritur përkohësisht në nivelin e $100 për fuqi për herë të parë që nga 22 prilli. Edhe nafta amerikane, West Texas Intermediate, humbi rreth 6% të vlerës në orët e para të tregtimit në SBA. Sipas burimeve diplomatike të cituara nga Reuters dhe Axios, Washingtoni pret përgjigjen e Iranit për disa pika kyçe të marrëveshjes brenda 48 orëve të ardhshme. Burimet thanë se kjo është pika më e afërt ku palët kanë arritur drejt një marrëveshjeje që nga fillimi i luftës. Irani deklaroi më herët se do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Rënja e çmimeve vjen pas javësh tensioni në Gjirin Persik, ku bllokimi i ngushticës së Hormuzit kishte shkaktuar ndërprerje të furnizimeve globale me energji dhe rritje të fortë të çmimeve. Javën e kaluar, nafta Brent kishte arritur nivelin më të lartë në më shumë se 4 vite. Ndërkohë, burimet të tregut raportojnë se rezervat amerikane të naftës kanë rënë për të tretën javë radhësi, ndërsa janë ulur edhe rezervat e benzinës dhe karburanteve të tjera.